Shiko, çfarë amshor. Është i mrekullueshëm. O, çmrekulli. Me ne sot në studio zoti Aleksandër Çipa, kënaqësi e madhe që jeni me ne sot këtu. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Faleminderit që pranove ftesën. Është kënaqësi për mua dhe faleminderit ju. Okej, Mateo, do e di që ti e ke akoma më shumë për zemër se unë, kështu që do të lë të drejtën që të vjosh. Për të mos humbur kohë, për ngjarjen më të rëndësishme që ka kapur vëmendjen e të gjithë vendeve, përfshirë edhe tonën. Për sulmin që u bë në aktivitetin ku ishte i pranishëm Trump, edhe zëvendës presidenti. A mendoni se është një incident apo është një simptom e një vendi që si thua po shpreh pakënaqësitë në forma të ndryshme? Po, është pak komplekse përgjigja. Mund të ekzistojnë të gjitha këto arsyetime që ngrihen në formën e retorikës. Por ajo që mendoj unë ka të bëjë me shqetësimin ndërkombëtar. Efekti që shkakton një episod i tillë në Shtëpinë e Bardhë, pikërisht në eventin që shënon qysh nga viti 1921, që është darga e korrespondentëve të Shtëpisë së Bardhë, është më i madh se ç'mund të ndodhte në një situatë tjetër, sepse është një efekt që rrit ndjeshmërinë ndërkombëtare për çështjet e sigurisë dhe aq më tepër kur ndodh në një vend i cili është fuqia kryesore e botës, ku elementet e pakënaqësisë janë aq të shumë shfaqura për shumë arsye, por në rastin konkret që burojnë prej situatës ndërkombëtare. Në jo pak raste në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, reagimet e protestës qytetare në dimensionin individual apo kolektiv kanë qenë të lidhura me çështjet sociale, me çështjet e politikave që lidheshin me principet themelore të demokracisë amerikane dhe asaj të botës. Sot nuk është më kjo arsye dhe kjo është pak brengosëse. Është një arsye tjetër, është një revolt apo një, le të them, nervozizëm i cili vjen edhe nga shembja e disa principeve të së drejtës ndërkombëtare. Dhe kur them të së drejtës ndërkombëtare, ajo që po ndodh sot, që është një shembje, siç konsiderohet nga analistët më të rëndësishëm, e rendit ndërkombëtar në botë, do të sjellë disekuilibra të mëdha, me pasoja të ardhme ende të pa llogaritshme. Janë efekte që kanë të bëjnë me raportet jo midis principit ndër shtetet, por midis fuqisë ndër shteteve. Sa herë aktori kryesor bëhet fuqia, ne dim shumë mirë që atëherë ndodh ai që quhet fenomeni i shtypjes, fenomeni i privimit të lirive dhe i zhbërjes të së drejtës së barabartë për çdo kënd. Sot nuk e mund ta themi këtë gjë, ne nuk e themi jo për shkak të vetëm konfliktit midis Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, por nuk e themi edhe për mënyrën se si po rikompozohen fuqitë ndërkombëtare në nivelet e larta globale. Dhe kur them në nivelet e larta globale, parakuptoj raportin midis fuqive më të mëdha dhe fuqive rajonale. Madje sipas medjave më serioze që merren me analizën dhe shqyrtimet investiguese për parashikimin e së ardhmes, në pasoja, incidente dhe efekte të tilla të zhbërjes atyre graviteteve që buronin nga rendi ekzistues ndërkombëtar, do të jenë edhe më të shfaqshme. A është urrëtia ndaj Trumpit rezultat i vetë personës së tij apo rezultat i politikave të bëra keq? Nuk ka asnjë dyshim që presidenti Trump në mandatin e dytë është një president atipik. Ka zbërë shumë gjëra që lidheshin me kulturën dhe pse jo edhe me rendin amerikan në kuptimin edhe në raportin me demokracinë dhe me principet amerikane që pothuajse janë anti-tabu. Si për shembull, këto përmendit që ka bërë anti-tabu. Po që nga mënyra e vendimarrjeve të larta politike, mënyra se si e ndërtoi raportin e vet me institucionet amerikane. Ai është në ndër presidentët që po shënon një numër rekord konfliktesh me gjykatat e vendit, me institucionet e vendit, mënyrën se si e bëri reformimin e institucioneve më të rëndësishme federale në Shtetet Bashkuara të Amerikës, raporti që po krijon me Senatin dhe me Kongresin, pavarësisht nga dominanca numerike që ka brenda tyre, për raportin e vendimarrjeve kryesisht me çështje dhe politikat sociale,
përmbysi disa prej legjislacioneve që kishin shënuar pararësit e tij, duke filluar qysh nga presidenti Obama e më pas Biden e tjerë. Dhe nga ana tjetër, ai edhe brenda familjes politike të tij republikane është një president anti-tabu, antiklasik, nuk është se mbart ato tipologji që kishte dhe kanë presidentët republikan në përgjithësi. Dhe nga ana tjetër, mënyrën se si po e përdor ose më saktë dhe po e vendos fuqinë amerikane, kryesisht ushtarake, në raport me problemet ndërkombëtare, në problemet që ka bota. A mund të themi që vetë presidenti Trump është viktim e një sistemi, e krijimit të një sistemi të ri, ku vetë ai është një nga promotorët edhe ndërtuesit e këtij sistemi në kuadrin e politikbërjes? Presidenti Trump vjen në politikë, të paktën kam parasysh dhe shënimet e fundit të Kissingerit, vjen në politikë së pari duke qenë në nivelit më të lartë të ekonomisë dhe të biznesit botëror. Dhe nuk ka sesi që ky sindrom i një profesioni të mos zbatohet në thonjza në një profesion të dytë ose në një mandat përfaqësimi siç është ai i presidentit amerikan. E dyta, ai është në një kontekst kohor dhe zhvillimor të botës të pakrahasueshëm me pararendësit e vet, dhe këtu e kam fjalën për nivelin e sotëm të teknologjisë dhe zbatimet e teknologjisë në disa lëmi të jetës dhe fuqisë njerëzore, në mënyrë të veçantë në ballafaqimet ushtarake dhe në konfliktet ushtarake, sepse sot ne kemi një rekord të konflikteve në raport me trashëgiminë minimalisht 30 apo 20 vite më parë. Kështu që këto specifika kaq përjashtuese dhe kaq dalluese e bëjnë presidentin Trump një president atipik. Atipik, po a gjeni diçka pozitive tek politikat e tij? Do të thënë, a mendoni se dukej, pak në për një periudhë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishin filluar një rënje për sa i përket dominancës së tyre ndërkombëtare, por për sa i përket edhe zhvillimit të tyre ekonomik. Kaq më tepër, sikurse edhe përmendet, në një epokë ku lufta për dominancë teknologjike është vazhdimisht në rritje. Kina, sidomos, vjen me zgjidhje të shumta për një treg ndërkombëtar. Europa duket sikur nuk po prodhon më asgjë. Perëndimi në tërësi duket sikur ka hequr vëmendjen nga vetë prodhimi brenda territoreve të tyre personale. A mendoni se ishte e pritshme që të kishte një reagim të tillë? Jo, mendoj që janë thyer parashikueshmëritë për këtë gjë. Ka dy sfida të cilat mbeten për tu parë dhe besoj që do të përdoren si themeli për vlerësimin, le të themi, post mandat të vet presidentit Trump. Cilat janë ato? E para është marrëdhënia me forcën më të madhe ushtarake të botës që është NATO. Si kundër ne e dim, sot ka një krizë në marrëdhënien amerikane me NATO-n dhe kryesisht krizë që buroi nga pakënaqësia e mospërfshirjes së NATO-s në konfliktin me Iranin. E dyta është një marrëdhënie po kaq sfidante ajo me Evropën. Aleati më strategjik i Shteteve Bashkuara të Amerikës, qysh nga lufta e dytë botërore dhe këtej, ka qenë Evropa. Sot, si kundër po shohim zhvillimet, diversiteti me Evropën është substancial për disa çështje dhe sidomos për disa nevoja. Se në një lloj pikpamje për apeli, thirrja dhe pakënaqësia e sotme që ka presidenti Trump për mospërfshirjen e Evropës në të paktën në konfliktin në rol të ngushticës së Hormuzit është një me efekte gjeopolitike, edhe pse jo është me ndikime të fuqishme në ardhmërinë e aleancës gjeopolitike SBA-Evropë. Është faj Trumpit apo është faj përbashkët edhe i Europës që nuk duket sikur është më e njëjta Europë? Nuk është gjykim kaq i lehtë, sepse në momentin e parë presidenti Trump e stigmatizoi pavarësisht për disa çështje pati të drejtë Evropën. E stigmatizoi duke kaluar kodet e etikës së komunikimit në marrëdhëniet bilaterale dhe multilaterale. Dhe kjo mbart dhe shënon pasoja. Evropa është një kontinent politik i plakur dhe ne kemi vënë re sot në të gjithë media ndërkombëtare europiane. Kur them ndërkombëtare sepse para kuptoj se sa veçanti kanë shtetet e Evropës dhe tipologji, ishte pa përgatitur për një situatë si kjo e sotmja në arealin ndërkombëtar dhe kryesisht në raport me atë që quhet shembja e rendit ekzistues ndërkombëtar.
Dhe kjo papërgatitur e Evropës është kaq evidente. Sot ne vërrejmë që ende udhëheqësia politike e Evropës nuk ka një unitaritet të vendimarrjeve dhe kryesisht edhe të perspektivës së qëndrimeve politike dhe gjeopolitike që do të ketë. Dhe ka një qasje të aleancave individuale të shteteve mbi bazën e reciprociteteve me fuqitë e mëdha. Po kjo është e gabuar, sepse kjo bën të mundur që të mos unifikohet qëndrimi dhe përjetoj, duke qenë në papërgatitjen e vet për fuqinë ushtarake, për le të themi potencialin teknologjik ushtarak dhe të sigurisë dhe të mbrojtjes, Evropa do kërkojë dhe ka nevojë për një mbështetje tjetër, dhe mbështetja me aleancën ekzistuese të NATO-s dhe padyshim edhe me aleancën amerikane është e domosdoshme. E dyta që është kaq e rëndësishme, mendoj unë, një qasje e gabuar e presidentit Trump ka të bëjë me boshtin më tradicional anglo-sakson që e themi ne, me Britaninë e Madhe, e cila gjithashtu sot ka diferenca dhe ka lëkundshmëri të brendshme. Një mini betejë vogël Europa duket sikur e fitoi në rastin hungares, që diçka që të paktën është e çuditshme duke mendu gjithë problemet dhe ndasi që ka Europa mes vetes, po në raste të caktuara kur bashkohen, duket sikur janë suksesshëm. Domethënë rasti hungares. Unë doja të bëja një pyetje tjetër. Si e shikon qëndrimin e Shqipërisë e përfaqësuar nga kryeministri Rama, ku bëhet pjesë e bordit të paqes dhe pastaj gjithashtu merr pjesë edhe tek konferenca e vendeve europiane, mos gaboj në Spanjë, në Barcelonë. Shpesh është kjo teza që vendet e vogla, si thua, mirë është që të jemi, domethënë, të pranishëm në të gjitha vendet. Si e shikoni ju këtë? Po në politologji thuhet që pjesëmarrja nuk të shkakton pasoja, ndërsa pozicionimi është gjithmonë me risk. Dhe kjo është një e vërtet. Pjesëmarrja e kryeministrit Rama në summitin e partive euro-socialiste, le të themi, është një pjesëmarrje e profilit, që edhe përkatësisë tradicionale që ka pas forca dhe ka forca politike e zotit Rama. Ndërsa pjesëmarrja dhe përfshirja në antarësinë e bordit të paqes mendoj që është një qasje pragmatiste ose makiaveliste, sepse sikundër ne dim, në momentin kur i erdhi kjo ftesë, ai ishte në një pozitë të vështirë me palën amerikane, pothuajse kishte një periudhë të gjatë, konsiderueshme kohore, pa kontakte zyrtare dhe pa dialogime, ndërkohë që ne dim fort mirë se çfarë ndjeshmëri ka administrata e shtetit tonë të vogël ndaj afinicionit amerikan, edhe ndaj, kështu që ai shfrytëzoi, mendoj unë, këtë gjë për ta potencuar. Por në një, le të themi, këndvështrim më të gjerë apo në një aspekt panoramik, mendoj që nuk janë qasje të gabuara. Ne jemi një shtet i vogël, pavarësisht se gjenerojmë stabilitet në rajon, kemi interesa sepse në pikpamjen e identitetit ton kombëtar jemi një kombindar në gati 5 shoqëri. Shoqëria e Shqipërisë, shoqëria e Kosovës, e Maqedonisë së Veriut, e diasporës, e Malit të Zi, pra ky copëzim ne na ka humbur atë që quhet funksionimi natyral të një organizmi kombëtar. Dhe kjo kohë, kjo epokë është e mbrojtur, do të thoshte na infrashi, se është fjalë e bukur e shqipes, jo? Është e mbrojtur për angazhuar dhe maksimalizuar energjizmin e brendshëm kombëtar të shqiptarëve. Diferencat dhe diversitetet që ka shkaktuar periudha e gjatë 100 vjeçare e copëzimit në 5 shoqëri ka nevojë që të dirigjohet edhe të priret gjithmonë drejt një aleance të qëndrueshme, po edhe garante. Ne kemi të marrë bindjen historike në historinë tonë kombëtare që Shtetet Bashkuara të Amerikës ofrojnë dhe kanë ofruar një garanci ekzistenciale për kombin dhe për jedhoj dhe për shtetin tonë. Unë jam gjithmonë i prirur që kur kam një mendje intelektuale, inteligjente përballë, të mundohem të marr sa më shumë informacione për çështje të ndryshme. Prandaj edhe do pyes. Quaj të tepërt komplimentin, po. Është për të paktën në gjykimin tim është reflektim i realitetit tim. Megjithatë, a jeni optimist për hyrjen e Shqipërisë në Europë 2030? Diskutohet që do jemi me një këmbë brenda. Ndodh apo nuk ndodh sipas gjykimit tuaj? Unë mendoj që do të ndodh nëse do të jetë kjo situatë e sotme e vetë Evropës. Sot përfshirja e Ballkanit Perëndimor brenda bashkisë europiane
më shumë se sa një nevojë e vendeve të Ballkanit Perëndimor është një domosdoshmëri për vetë Evropën. Sepse ju pak më parë në pyetjet bashkëbiseduese që bëm, morëm në konsiderat efektin e jashtëm dhe ndikimin e jashtëm që ka mbi Evropën, kryesisht ndikimi i Rusisë, ndikimi i fuqive rajonale ku përfshi edhe Turqinë dhe ndikimi i fuqive globale të cilat janë në pozicione antagoniste. Kush janë ato? SBA-ja që është aleati i Evropës dhe zyrtarisht deri tani që po flasim, dhe Kina që në mënyrën e vet me atë butësinë depërtonjëse, siç e thot Kissingeri, kërkon të vendos një influencë përmes praktikës dhe kriterit makiavelistë të saj. Investon ekonomik. Jep le të themi financime dhe nga ana tjetër kushtëzon sipas interesit. Dhe efektet e këtyre kushtëzimeve do të jenë edhe më evidente në të ardhmen e afërt. Kështu që në këtë këndvështrim leadershipi, po kryesisht diplomacia europiane tashmë është ndërgjegjësuar se territori i Ballkanit Perëndimor nuk është në margjinat gjeografike të kontinentit, po përkundrazi është pranë qendrës së Evropës në pikpamjen gjeografike të fjalës. Në këto kushte, edhe logjika strategjiste ta do që ti nuk ka arsye pse ta mbash ekstra për herë një territor që e ke afër epiqendrës gjeografike të vetvetes. Aspekti i dytë është duhet bëjmë një analizë midis drojës që ka pas Evropa në fillim të procesit të integrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe bëhet fjalë 30 vite më parë dhe shqyrtimit që po bën sot. 3 ishin justifikimet, drojet dhe frikrat që Evropa kishte ndaj Ballkanit. E para, vala e madhe dhe dendur e emigracionit prej vendeve dhe popujve të Ballkanit Perëndimor. E dyta, prapambetja në tërësinë e konceptit infrastrukturore, mentale, sociale, politike etj. Dhe e treta, që ka të bëjë me ekonomitë informale të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Sot, prej më shumë se 35 vitesh, Evropa ka investuar për formalizimin e ekonomive kombëtare të vendeve të Ballkanit Perëndimor, që do të thotë ato kanë marrë, le të themi, një arkitekturë të përngjashme me modelin europian të funksionimit. Jo nga cilësia dhe efektiviteti i funksionimit, se për atë ka diferenca, por si model, pra si arkitekturë, si strukturë, ajo është e përngjashme me modelin europian. Dhe treta, sot nuk është më një problem e migracioni. Valat e migratore dhe migratore të Ballkanasve kanë rënë. Edhe ne që bashkë bisedojmë sot në këtë studio, nuk e kemi në planin ton largimin. Përkundrazi, jemi dhe pjesa më e kualifikuar e popullsive dhe shoqërive të Ballkanit Perëndimor, pothuajse është observuar prej vendeve të Evropës dhe të Perëndimit. Madje është vlerësuar si një fakt që ato kanë rritur kapacitetet dhe sigurime njerëzore për shoqëritë ku kanë emigruar qytetarët e Ballkanit Perëndimor. Pra, edhe ky argument është i shembur. Argumenti tjetër është asetet ekonomike dhe pasuritë natyrore që ofron territori i Ballkanit Perëndimor janë jashtëzakonisht të vlerësuara dhe madje janë edhe të adhuruara nga shtetet e Evropës. Jo më kot, në shumicën e rasteve të negocimeve dhe të krizave në fushën e diplomacisë ekonomike, pakënaqësitë e vendeve janë të lidhura me pakënaqësitë e mos përfitimit të operatorëve ekonomik apo kompanive të mëdha sa nga njëri shtet në shtetin tjetër në raport me asetet që ofrojnë vendet e Ballkanit Perëndimor. Në thelbin e vet, çfarë është Mitrovica? Konflikti i Trepçes, çfarë është? Është një ambicie e 3 vendeve për ta marrë atë. Franca, si kundër e dim ne, vetë Serbia si palë pretendon se Kosova që e posedon dhe e ka natyrisht, për të mos thënë pastaj edhe për pretendimet të vendeve të tjera. Zoti që edhe një të fundit kisha një pyetje, di që jemi me kohë. Po. Sa mendon se e vë në vështirësi këtë marrëdhënie që sapo ju shpjeguat? Pra Europa që i duhet dhe të përfshi Shqipërinë si pjesë e Ballkanit dhe qëndrimi sa mendon se vështirëson këtë marrëdhënie qëndrimi i kryeministrit Rama me çështjen Balluku? Në fakt këtu kemi të bëjmë me një kazus politik që më shumë se sa efekt dhe pasojë diplomatike shkakton vetëm pasojën politike. Nuk është një kriteri i mjaftueshëm.
Do të ishte penalizuese për vendin ton nëse kryeministri Rama do të vazhdoj ambicjen për të amenduar rishtazi kushtetutën, përjetoj sistemin e ri të drejtësisë në Shqipëri për të determinuar autoritetive të vendimarrja institucioneve politike pushtetin e drejtësisë në Shqipëri. Shqipëria e ka fituar simpatin e procesit të integrimit në fushën e drejtësisë dhe të ligjzbatimit, pikërisht në momentin e vitit 2016, kur amendoi kushtetutën dhe ndryshoi arkitekturën e sistemit të drejtësinë, duke e shitur në Perëndim dhe në Evropë si një moment i përngjashëm me vendet e Perëndimit, kryesisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku mëvetësia e pushtetit të drejtësisë në raport me pushtetet e tjera është e padiskutueshme. Sot, sidomos me ide dhe tezat e hedhura si nga e majta dhe nga e djatha për riamendime ligjore që kanë të bëjnë me funksionimin e sistemit drejtësisë, ato mund të shkaktojnë një penalitet. Dhe e vërteta është që në mënyrë tinzare, klasa jonë politike e të dy kaheve të vendimarjeve parlamentare po tregon një ambicie për të krijuar një disproporcion midis organit të akuzës dhe sistemit të gjyqësorit. Ne betejën ende nuk e kemi fituar për shkak të mos funksionimit të ngritjes së gjyqësorit në lartësinë e të qenit hise e mëvetësishme e pushtetit të drejtësisë dhe sistemit të drejtësisë, sepse ajo që shpesh thuhet politikisht që janë shkelur principet edhe të drejtat themelore kur bëhet fjalë për procesin dhe kohën e paraburgimit të personave që akuzohen për shpërdorim dhe korrupsion të nivelit të lartë, është një drejtë themelore. Nëse për 2 vjet një person që ndron në statusin e të qenit i paraburgosur, kjo është një padrejtësi për çdo kënd dhe aq më tepër edhe për persona publik. Kështu që kjo është një arsye, por kjo kërkon kujdes deri ku do shkojë edhe si mbetet për të parë. Zoti Çipa, do donim të vazhdonim me orë të tëra, fatkeqësisht koha është e limituar, programacioni mbyllet. Ne ju falenderojmë shumë për faktin që ishit me ne, shumë kënaqësi që ju dëgjuam. Uroj që një ditë bëhet Europa si Shqipëri, apo jo? Shqipëria si jo. Ore se